Në Kosovë dhe kam kënaqësi të kem një nga kandidatët e lëvizjes vendosje për deputet Ragmi Mustafi nga Lugina e Preshevës, numri 46, listën e vendosjes. Ragmi, kënaqësi të kem të bisedë, tashmë me tjetër status, jo më si përfaqësues i Luginës, do të jetë si përfaqësues i Luginës në Parlamentin e Kosovës, uroj shumë. Realisht tjesh në atë parlament. Ragmi, më trego pak, se bashkë kemi folur edhe përpara se zyrtarizohej gjëja, por u munduam ta mbanim pak sekret se të bëshe zyrtare. Trego pak, si ishte momenti parë kur të erdhi ftesa për të qenë kandidat për deputet dhe për të përfaqësuar shqiptarët e Luginës në Parlamentin e Kosovës? Para kënaqësia është gjithë e imi që më krijoni këtë hapësirë që të bashkë komunikojmë. Po, unë mora ftesën nga kryeministri i Republikës së Kosovës, zoti Kurti, me të cilën konsideron se duhet të jetë përfaqësuar edhe Lugina e Preshevës në Parlamentin e Republikës së Kosovës. Nuk është dashur shumë të më bind, për shkak se unë konsideroj që Presheva, Bemus dhe Medvegja janë pjesë e natyrshme edhe shtetit të Kosovës, po edhe shoqërisë në Kosovë, për aq më tepër kur qeveria Kurti fillimisht ka ndajtur një buxhet që ja dedikohet shqiptarëve atje, e më pas një mëri programesh për të cilët kanë ndihmuar, duke filluar nga Këshillin Kombëtar si një institucion përfaqësues, e më pas studentat me bursa, shkollat, kulturën, shoqërinë civile dhe gjitha të tjera të cilët janë të nevojshme për të ndihmuar. Ajo që më bën të pinem edhe më tej. A se ke vënë kur në se ke menduar gjatë? Me thon po ose jo? Jo, nuk ka pas nevojë që ta mendoj gjatë, për shkak se bindjet e mia politike për qasjen e Republikës së Kosovës ndaj Luginës së Preshevës përkojnë të drejtë për drejtë me të kryeministrit Kurti, për shkak se edhe kryeministri Kurti është duke munduar që të krijojë mekanizma me të cilën vëhen në mbrojtje të shqiptarëve në Preshevë, Benos dhe Medveç. Dhe kjo ka qenë tema ime jetësore, kjo ka qenë edhe diskursi im publik, për të krijuar sa më shumë hapësirë dhe mundësi për shqiptarët e Luginës së Preshevës. Tani, Ragmi, padyshim se ka gjë më interesante është, mua më pëlqen, besoj edhe ti mund të jesh dakord, pavarësisht se mund të jeni kundërshtar, që edhe një emër nga Shqipëria, Krishtin Çollaku, është në listën e LDK-s, dhe unë do isha shumë i lumtur nëse të dy ju, një i Luginës dhe një i Shqipërisë, do të ishin në atë parlament. Sepse them që është ndoshta pavarësisht se keni kundërshtarë, por ca gjëra le të themi hapur, është më mirë që të jetë një i Shqipërisë, një i Luginës në atë parlament për treguar që ne gjithë jemi bashkë dhe nuk kemi nevojë as për ndasi as për gjë për të qenë bashkë. Besoj bashkohesh dhe ti me këtë filozofi timen, pavarësisht se thashë një që është kundërshtari jot në të garë. E para jo larg, Parlamenti i Republikës së Kosovës ka miratuar një rezolutë për Luginën e Preshevës, për avancimin e statusit të shqiptarëve në Luginën e Preshevës, e dyta që Presheva, Benos dhe Medvegja, madje gjithë shqiptarët në ish Jugosllavi për qendër të vet kulturore, tradicionale e madje dhe shpirtërore kanë pasur Prishtinën, pa dilemë dhe sigurisht përfaqësimi gjithë le të themi kësaj radhe të trojeve në Parlamentin e Kosovës do të ishte një pasurim edhe më tej e aq më tepër përfaqësimin e atyre që janë më të diskriminuarit e më të përfaqësuarit në këtë rast. Ndërkohë, duke ndalur pak tek fushata Ragmi, ku po fokusohesh më shumë? Ta më trego pak cilat zona mund të ketë më shumë, padyshim, ti përkërkon votat në siglën e vendosjes, por dhe votat personale në numrin 46. Unë e kam gjithmonë, duke qenë se unë nuk votoj, i bëj apel gjithë votuesve të vendosjes, atyre që janë të vendosjes, që të votojnë numrin 46, Ragmi Mustafin në këto zgjedhje. Kjo është minimumi që mund të bëjë Ragmi, duke qenë se nuk kam asnjë impakt atje dhe nuk do rrjedh as në fushat asgjë, ata që janë të vendosur për vendosjen të votojnë të 46-ën. Ku po shtrihet më shumë fushata Ragmi? Le të themi, ku ka më shumë prezencë të shqiptarëve të Luginës që kanë pasaporta, që jetojnë në Kosovë, ku janë të mbledhur më shumë? Nëse ka zona caktuara apo janë shpërndar? E para, ekziston një energji e jashtëzakonshme. Unë kam qenë figurë publike në Luginë të Preshevës, po nuk jam përpall me komplet Kosovën. Sigurisht shqiptarët e Luginës së Preshevës kryesisht janë të fokusuar në komunën e Fushë Kosovës, në Gjilanit, Kamenicës e gjithandaj madje edhe në Prishtinë. Këtyre ditëve kam marrë promurime, madje kam takuar shumë njerëz që janë entuziastë që Parlamenti i Kosovës e ka një mundësi për të pasur edhe një përfaqësues nga Lugina e Preshevës. Unë besoj që kjo edhe më tej e ngrit një debat
mbar kombëtare, ngrit një debat edhe për ata njerëz të papërfaqësuar. Është evidente që një pjesë e madhe e popullsisë Luginës Preshevës kanë probleme me dokumentacionin e Kosovës, por një pjesë që posedon edhe dokumentacionin e Kosovës e kanë të drejtën të votojnë, e madje edhe disa që janë edhe në diasporë. Gjatë këtyre ditëve në gjitha takimet është potencuar si nevojë imediate për të pasur përfaqësuese aq më tepër një zë autentik sa i përket shqiptarëve Luginës Preshevës. Megjithatë, Lugina Preshevës është Kosovë e Kosova do si do duhet t'i trajtojnë në mënyrë normale. Lugina është Kosovë e Kosova është Shqipëri, edhe gjithë jemi një, do thoja unë. Ragmi, për prezencë më të madhe të shqiptarëve Luginës, ku janë, ata që kanë drejt vote, nuk e di, e ke bërë një verifikim tillë se padyshim tek të parët që duhet shkosh do të jenë ata, paktën me logjik fushata apo jo? Sigurisht që po, pjesa më e madhe në fushë Kosovë, në Gjilan, në Kamenis, po edhe në Prishtinë si kryeqendër ku sipas disa statistikave janë diku rreth 12.000 shqiptarë Luginës. Me të drejtë vote sa janë Kosovë nga Lugina, e ke një shifër tillë? Po tash nuk kemi një shifër të saktë, po është po ka mjaftueshëm sa për të sjellë madje edhe 2 deputet, 3 deputet në Republikën e Kosovës. Ragmi, më korrigjo për diçka, nëse ti zgjidhesh, që unë besoj shumë që do zgjidhesh, do të jesh shqiptar i parë nga Lugina, sepse nga Shqipëria ka qenë Almela e madhe, nëse Çollaku nuk zgjidhet, nuk është hera parë, po nëse ti zgjidhesh, do jesh shqiptar i parë nga Lugina apo jo? Po, ati mu s'ja ka dalë asnjë, nëse unë ja dalë do të mbetem shqiptari i parë që vije nga Bjanoci, përkatësisht nga Lugina, e që do të hi në ulëset e Parlamentit të Republikës Kosovës, dhe ky do të ishte vërtet një fakt interesant e madje jo vetëm në kuptimin e simbolikës, po edhe në kuptimin e vendimarrjes në institucionin më të lartë të Republikës së Kosovës. Tashi, Ragmi, më trego pak, si ndryshon fushata në Kosovë, me fushatën që ti ke bërë gjithë të vite në Lugin, qoftë për Këshillin kombëtar shqiptar, qoftë për institucionet e tjera, qoftë për zgjedhjet komunale, qoftë për këdo. Trego pak si është, padyshim janë dy gjëra ndryshme. Trego pak ndjesinë tënde. Po, në Lugin zakonisht fushata shkon në mobilizimin kundrejt diskriminimit të drejtë për drejtë që vije nga Republika e Serbisë, i cili është i strukturuar, madje i shtetësuar, ndërkaq këtu në Kosovë është në karakterin jo vetëm të simbolikës, po njëkohësisht edhe të përfaqësimit për idenë e shqiptarëve në Kosovë dhe për idenë e shqiptarëve Luginës në Kosovë e qenurit edhe pjesë e Parlamentit të Republikës Kosovës. Ajo që temat që diskutoj vazhdimisht kanë bëjnë me problemet me të cilët hasin edhe shqiptarët e Luginës në Kosovë, që kanë të bëjnë me çështje administrative, dokumentacionit dhe trajtimit. Unë mund të theksoj me krenari që gjatë këtyre viteve kemi arrit disa nga ato të realizojmë, të zgjidhim si është çështja e kvotave për student, universitet falas për student, kvota për specializim të mjekëve nga Lugina në Kosovë këtu ne, dhe një mori tjetër që ka të bëjë me trajtimin e barabartë të shqiptarëve të Luginës së Preshevës në Kosovë, jo vetëm në kuptimin e studimeve dhe universitetet, po edhe në kuptimin e trajtimit nëpër spitalet dhe kuptimin e trajtimit nga institucione tjera përkatës. Ragmi, si përdyshim ti ke parë fushatat e mëparshme ke ndjekur qoftë nga afër, qoftë nga larg, por asnjëherë i përfshirë, si po duhet kjo fushat, gjua është pak më ndryshe tashmë për shkak Ti themi realisht, edhe për shkak të Vjosa Osmanit, e cila po nxjerr disa sekretet Kurtit, si për Kurti që do nxjerr nesër pas disa sekretet Osmanit. Si po duket fushata? Për mua shumë interesant, një fushat me shumë entuziazm, me shumë energji, njerëz që po takoj janë shumë pozitiv, janë jashtëzakonisht orientuar për numrin 116 dhe listën e lëvizjes vendosje. Unë jam me numër 46, sigurisht debati madh që po ndodh nëpër media është ky që është, megjithatë unë jam shumë i bindur që kësaj radhe lëvizja vendosje madje do ta tejkaloj edhe rekordin e 28 dhjetorit të vitit kaluar. Që do të thotë ti mendon që do të ketë mbi sa deputet? Se 80 nuk, ti je realist, 80 deputet nuk i kap kush, se këtu dua dal tashmë. 80 deputet nuk i kap njeri. Kështu që se gjithë betejat Ragmi bëhet për 80-shën, e ti e kupton shumë mirë, ku dua dalëm.
unë mund t'ju them që mos e para Kurti ka befasuar kur ka marrë 50%. Kur dikur është konsideruar që është e pamundur. Tash ka për 51.1% me dhjetorin dhe të gjitha energjitë të terreni tregon se do të ketë një rritje, e kjo rritje sa do të jetë sigurisht do të jetë shumë më e madhe se ajo e 28 dhjetorit. Okej. Tani më shumë se si fushat dhe zgjedhje Ragmi për kryeministë, për parlament, janë në thelb zgjedhje për president. E di pse them këtë sepse, vendosja mund të arrijë X%, mund të bëjë qeverinë e vetme, mund të bëjë gjithçka e vetme, po kur të vi punët e presidenti, nëse gjërat nuk shkojnë siç duhet për fatin e keq, do duhet të shkojnë prapë në zgjedhje. Dhe kjo është gjithë mënyra gordiane që duhet zgjedhur këtë herë. Prandaj të thash, më shumë se si zgjedhje për kryeministë e parlamentit janë zgjedhje për presidento. A ndihet kjo gjë Ragmi? A ndihet ky presion pak? E keni parasysh se kur të futet edhe Lugina e Breshevës në parlament, besoj që do ta zgjidhem edhe presidentin. Okej. Unë jam i bindur që zgjedhjet parlamentare të jashtëzakonshme të cilat janë këto snap elections që po i thonë, janë zgjedhjet jashtëzakonisht që bëhen në një kohë shumë të shkurtër, megjithatë frima që ekziston në terren është një frymë jashtëzakonisht pozitive, madje nëse shohim shumica qytetarëve tashmë e kanë të ndarë mendjen, sepse Kosova duhet të largohet nga bllokimi i institucioneve, fundimisht duhet edhe një herë të konstituohet parlamenti, të zgjidhet kryetari i parlamentit, të zgjidhet qeveria dhe përfundimisht të zgjidhet edhe presidenti apo presidentja e Republikës së Kosovës. Po me kushtin, ta thash, Lugina e Breshevës në parlament, do zgjidhem edhe problemin e presidentit. Ragmi, nëse të propozojmë për president, a pranosh apo jo? Kjo tash më zure befasi. Tash me që thoj që Lugina i bashkon shqiptarët, mund të jetë Lugina që mund të bashkojë dhe shqiptarët e Kosovës për gjithë zgjidhje. Unë besoj që do të ketë energji, nuk e di fiks si janë kushtet specifike për president. Duhet të kesh lindur apo jo, apo duhet të kesh jetuar për një periudhë si janë kushtet, nuk e di, gënjë kot. Po nga se nuk më ka shkuar asnjëherë mendje të zgjidhet për president, kështu që nuk e kushir as kushtet të cilat janë. Ragmi, kur mos u kur. Po ajo që mund të them, që presidenti jam shumë i bindur që do të zgjidhet. Do të zgjidhet këtë herë thua? Unë besoj që po, sepse ka një energji që edhe unë si përfaqësues nga Lugina e Breshevës që jem në parlament, e kjo tregon që ka një energji e konstruktivitet sa i përket edhe zgjedhjes së gjitha institucionet të Republikës së Kosovës. Ragmi, një gjë që mua më ka bërë përshtypje dhe paktën nuk ka pëlqyer nga partitë politike në Kosovë është që në fushat kanë folur për tema madhore. Veriu, dialogu, gjëra të tilla dhe shumë pak janë marrë me hallet e përditshme qytetarëve. Tani këtu hajde bien bashkë dakord që qytetarët e thjesht aty në fushë Kosovë, ato në Gjilan, kanë halle më të rëndësishme, ku di unë, kanë halle vaditje, hallje toke, pra flasim për bujqë, hallet e vërtetë që më kupton ku e kam dialogu, niveli i temave madhore, është shumë madhore, por në thelb ai fermeri në fushë Kosovë që po punon tokën atje ka nevojë për gjëra të tjera. Dhe duke u marrë me këto gjërat madhore, duket sikur po i lëm bazdore infrastrukturën e gjithçka tjetër hallet që kanë realisht qytetarët e Kosovës. E para që kryeministri Kurti vazhdimisht ka theksuar që janë nana, fëmijët, veriu, ushtria dhe bujqësia. Pra, fillimisht është filluar me gratë lehona dhe akomodimi i një sistemi social me cilin është munduar që të mbështes. Fillimisht kanë përqeshur një pjesë e madhe e opozitës, por më pas ka vazhduar të rritet dhe kjo për herë të parë ndodh në Republikën e Kosovës. E dyta që janë gjithashtu edhe për fëmijët, sapo lindur mbështetja që vjen nga Republika e Kosovës, nga qeveria e Republikës së Kosovës, e cila ka vazhduar të rritet. Anën tjetër që çështjet e veriut tashmë e ushtrisë sovranitetin në veri, përderisa ka mbështet jashtëzakonisht shumë ushtrinë e Republikës së Kosovës, forcat e armatose të Kosovës, forcën e sigurisë së Kosovës dhe kanë ndarë subvencione sa i përket bujqësisë, një numër i pa precedent më herët. Tashmë edhe kryeministri ka
në intervista madje e ka bërë publike se sinon sa i përket edhe hekurudhave, sinon sa i përket digave dhe ujit, sinon gjithashtu një mori të cilët do sjellnin gasifikimin e Kosovës edhe zhvillimin e mëtejm të Kosovës dhe shoqërisë në Kosovë. Pra, vetëvendosja ka një plan program i cili vazhdimisht është duke u rritur në një anë që të përkujdeset për gjithë ata që janë grupe pa përkujdesura deri më tash, këtë e ka filluar vetëvendosja, ndërkaq tash jemi në drejtim të zhvillimit të Republikës së Kosovës e më bën edhe më krenar kur bëjmë edhe me ushtrinë forcat e sigurisë së Kosovës, aq më tepër para lajmërimin për ndërtimin përkatësisht themelimin e zhandarmerisë në kuadër të Kosovës, që sot ministri Sveshla madje ka nënshkruar vendimin për themelimin e komisionit i cili do të nxjerrë vendimet për këtë çështje. Ragmi tjetër, çfarë hallesh kanë qytetarët e Kosovës? Që ti po i sheh, tash po i sheh dhe po i dëgjon, duke qenë se në kontakt vazhdueshëm, çfarë kërkojnë ata? Pra, le të themi, cilat janë prioritetet që ata kanë? I lëm gjërat madhore që thash, dialogu, Serbia, këto gjëra që ato janë për gjithë. Qytetarët, fermerët, bujqit në Kosovë, qytetarët e thjeshtë në qytetet, çfarë hallesh kanë? Që do t'i listoje ti nga rësia? Mos harrojmë, paga minimale ka qenë 130 euro, përkatësisht 150 euro, tash është rritur jashtëzakonisht shumë, madje difishi i saj, prefishi i saj. Pretendohet që domethënë në korrekt të këtij vitit madje do të bëhet 500 euro. Pra, kjo sapo tregon që ka një avancim sa i përket zhvillimit ekonomik. Jo, unë pyeta për problemet, se gjërat pozitive padyshim, ajo që shikon ti që realisht ti mendon që duhet ndryshuar, duhet bërë më shumë në këtë fushë. Unë besoj që kjo kriza politike është problemi më i madh, fillimisht, e cila tashmë për një vit e la pa parlament e tashmë kemë shku në zgjedhjet për shkak të mosgjedhjes së presidentit apo presidentes. Besoj që nga zgjidhja e krizës politike, zhvillimit e mëtejshëm do të jenë ato që do të sjellin edhe rritjen e GDP-s, mos harrojmë që GDP-ja ka qenë jashtëzakonisht e ulët krahasuar me të sotit, dhe gjithashtu zhvillimi ekonomik që është jashtëzakonisht i nevojshëm për Kosovën. Pra, në këtë drejtim janë parashikuar edhe investime të mëdha, por që hallet e qytetarëve vazhdimisht gradualisht duke u adresuar, janë adresuar, ka një gamë më të gjerë sa i përket hapësirës për të trajtuar çështjet sociale, për të trajtuar nanat, për të trajtuar pensionerët, për të trajtuar fëmijët, dhe në anën tjetër për të krijuar mundësi edhe më të mëdha për zhvillim ekonomik. Ragmi, padyshim ti them drejt që ka shumë shqiptarë luginës që votojnë në Kosovë, por ka dhe shumë shqiptarë Shqipërisë që votojnë në Kosovë. Pse duhet votojnë ata numrin 46? Pra, nëse do të votojnë vetëvendosjen, pse duhet të votojnë Ragmi Mustafin? Shqiptarët e Shqipërisë që kanë drejt vota në Kosovë. Tani le të bëjmë një apel. Pse duhet shqiptarët e Shqipërisë, ata luginës unë e kuptoj shumë mirë. Madje doja kërkoj edhe unë këtë gjë që shqiptarët e luginës që votojnë vetëvendosjen të votojnë Ragmi Mustafin. Ndërkohë që pse shqiptarët e Shqipërisë që do votojnë vetëvendosjen duhet votojnë për Ragmi Mustafin? Absolutisht, fillimisht le të votojnë për vetëvendosjen. Ata që unë e bëj ndarje, nuk i them votoni vetëvendosjen, them ata që votojnë vetëvendosjen do votojnë 46-ën. Tu ndalemi. Pse duhet votojnë 46-ën ata? Dhe dyta që Lugina Preshevës asnjëherë nuk ka pasur prezantim të drejtë për drejtë përfaqësim në Parlamentin e Republikës së Kosovës, dhe në anën e dytë le ta faktorizojmë çështjen e Luginës së Preshevës një herë në Prishtinë, masandej ndër shqiptar, në mënyrë që të jetë përfaqësuar edhe më denjësisht, edhe më fuqishëm në bashkinë ndërkombëtare problemet me të cilët hallet, me të cilët janë duke u përballur shqiptarët në Preshevë ose Medrejë. Është masë e jashtëzakonshme që të jetë krijetim politike, të jetë krijetim e diskutimeve diplomatike për gjitur një zgjidhje për shqiptarët në Preshevë dhe Medrejë. Ragmi, si mendon që, ne nuk ne intereson fare, po mendon që të ketë një reagim nga Serbia nëse ti zgjidhen parlament të Kosovës? Po tashmë ka pas disa reagime kanë qenë të Milovan Drecun e disa të tjerë të cilët po ato pe konsiderojnë si provokime, madje si çështje që Kosova këtë edhe unë nuk e kuptoj, megjithatë atë që e thash në fillim, Presheva, Bjanosi dhe Medvegja janë pjesë e natyrshme e shtetit dhe shoqërisë së Kosovës dhe si e tillë do trajtohet.
Kështu që nuk na intereson fare çfarë do thonë Serbia nëse ti do të jesh parlament. Rugby Mustafi, në fund fare një apel për shqiptarët e Kosovës që do votojnë ndarë 7 qershor, pse do të votojnë ty? E para, i ftoj që të mobilizohen, të organizohemi fuqishëm. E dyta, që krahas organizimit dhe mobilizimit të votojmë për listën e lëvizjeve vendose me 116, dhe e treta, le ta kemi edhe një përfaqësues nga Lugina Preshevës në Parlamentin e Republikës së Kosovës me numër 46 apo 46 si shkoni ju. Rugby Mustafi numri 46 në listën e vetëvendosjes. Unë të përshëndes shumë, të uroj shumë suksese, fushat të mbar dhe ke qenë gjithmonë i mirëpritur, ke qenë gjithmonë mik i studiove të Euronews Albania, do jesh gjithmonë mik i studiove tona edhe kur bëhesh deputet, por mos na harro pasaj, kështu që do duhesh të jesh prapë edhe si deputet, mos na harro daljet në Euronews Albania. Po shpresoj që kjo kandidatura ime do të hap shtigjet edhe për Shqipëri, që të kem kandidatë edhe atje nga Lugina Preshevës, sepse kështu duke mbështet njëri tjetrin i mbështesim shqiptarët. Okej, Rugby, përfundo këtë mandat, më pas shohim mandatin tjetër në Tiranë. Mund ta gjejmë një zgjidhje të thjeshtë këtu në listat në Parlamentin e Shqipërisë. Kreshni Çollaku ka qenë deputet i Shqipërisë, tashmë me shumë gjasa, unë shpresoj shumë që ai të jetë deputet i Parlamentit të Kosovës. Edhe ti jesh deputet i Luginës në Kosovë dhe më pas bësh deputet i Luginës në Shqipëri, kështu që jeni të mirëpritur. Të përshëndes, të uroj fushat të mbar dhe shumë suksese. Numri 46 e listave vendosjes Rugby Mustafi. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit për këtë mundësi. Shumë faleminderit. Të përshëndes. Në prej shkurtë publicitare i kthehemi sërish. Kubi sportiv rikthehet me një dimension tjetër